Rreshjet e rëna gjatë mbrëmjes së ditës së shtunë dhe mëngjesin e së dielës kanë nxjerrë nga shtrati lumin Shkumbin. Situata është kritike në fshatin Thanasaj Buzlumit, ku janë përmbytur mbi 30 banesa. Uji ka përmbytur shtëpi banimi në katet e para dhe ka dëmtuar më së shumti ushqimin për blegtorin dhe dëme në shpend. Banorët janë përpjekur me mjete rrethanore që të pengojnë ujin. Problemi është tu. Au ka bërë. Po dëmë ka vetëm ja, dëmë të kështu mbrëna për mbrëna tani. Këto janë dëmë të sejtë. Me shikua dhe mrena mirë që s'na hyri fare mrena. Po nga mrapa po. Po, gjithë baneset, gjithë të këtu, që janë të këtu. Po në ka bo dome, jo magazinat, mielli, gruri, pullat, 20 pulla, jo pak, 22-3 kokë pulla. Por 500 metra generaturë aty shteti, nuk ka fuqi shteti të bëjmë 500 metra generaturë. Po të ti bashkuar si familje këtu, ke mundësi të bësh, jo i shtet. Ne me mbytur me ujna ka hyru, i gati 60 cm ke shtëpia, po këtu duhet një agjenaturë, se nuk ka agjenaturë. Po t'ish një agjenaturë në mbroshim, për 1 kilometër agjenaturë, as nuk është bëhet fjalë. Dhe gjithë kështu në ndodhë për herë, është hera e tretë, për hera mytëmi. S'ka hyuti. Të lopë, në nëzohëm lopën. Pullët. Pullat kanë ngordë? Ata në hybi në ora 5 mjesit. Sa banesa janë këtu gjitha? Sa banesa janë gjitha këtu? Këtu? Po në 30 shtëpi, 20 shtëpi. Gjitha kështu janë? Jo, vetëm tore, vetëm neve. Në bashkëbisedim me banorët, këta të fundit i kanë kërkuar ministrit dhe kryetares së bashkisë që të bëhet urgjentisht një argjenaturë mbrojtëse prej 500 metrash dhe thellimin e kanaleve kulluese për një zgjidhje përfundimtare, pasi këto situata përsëriten sa herë ka rreshje. Situata alarmante është me tokat bujqësore ku gjithçka është nën pushtetin e ujit, jo vetëm në Thanasaj, por edhe në zonën e Qermës në Bashkinë Divjak, gjithashtu dhe në anën tjetër të Shkumbinit në tokat bujqësore të Rogozhinës. Absolutisht që në orët e para të mëngjesit kemi pasur një nivel prurjesh nga gjithë elementet që krijojnë kaskadë në Shkumbin. Dhe siç e thatë dhe ju, janë ende brenda argjenaturave, ujërat. Argjenaturat janë të qëndrueshme nga njëra anë dhe nga ana tjetër edhe gjithë hidrovorët poshtë po vazhdojnë të bëjnë tërheqjen dhe janë kapacitet të plot. Fatmirësisht nuk kemi urdhra evakuimi për momentin, prandaj dhe sapo bëm një vlerësim me kryetarin, a ishte e nevojshme apo jo, nuk na rezulton e nevojshme për momentin. Situata është dinamike, ka një stabilitet të niveleve dhe të kuotave këtu, duke ditur që është kuota më e ulët nga pikpamja gjeografike në të gjithë rrjedhën e Shkumbinit, prandaj dhe ka dhe këtë nivel rrezikshmërie specifike. Shqetësim përbën qoftë për pushtetin vendor, por qoftë edhe për drejtoritë rajonale këtu, tokat bujqësore, disa stane praktikisht në nivel bashkie na është dashur që të evakuohen. Dhe në këtë mënyrë na duhet që patjetër tani të gjendemi pranë blegtorëve me të gjitha ato nevojat që kanë, ushqimin koncentrat, që kemi filluar ta dislokojmë qoftë në ditët e kaluara në Vlorë, në Fier, do ta bëjmë edhe në Bashkinë e Lushnjës patjetër sipas nevojave që do na përcillen nga bashkia. Ashtu si që përshkroi dhe ministri, këtu në Thanasaj ne kemi pasur prurje të lumit Shkumbin në orët e para të mëngjesit. Kemi rreth 30 banesa të cilat kanë përqendrim uji në pjesët e jashtme të tyre dhe për fat të mirë nuk kemi ujë në banesa dhe patjetër që ne do të vazhdojmë t'i monitorojmë në mënyrë që të shmangim çdo situatë. Mbas përfundimit të kësaj emergjence, patjetër si pushteti vendor në bashkëpunim edhe me Ministritë përkatëse do të bëjë një vlerësim ku është e nevojshme që ne të fillojmë ndërhyrjet përkatëse në mënyrë që t'i shmangim këto situata në ditët e tjera në vijim.